Po, është legjitime sjellja e Flamurnokës, kjo është ideja. Socialiste. Po, ju them unë, kur të procedon partia në pushtet, nëpërmjet policisë së shtetit, që është bërë pushtetit, Parti Socialiste, dhe kur të procedon SPAK-u, është një vlerë e shtuar tani e tutje. Nuk ka më rëndësi a ti ke bërë vepër penale, a dyshohet që ke bërë vepër penale. Për Partinë Socialiste ekziston Kushtetuta e 1976, në 104, paragrafi 2. Kjo gjë ndodh sot në 2025 me mënyrën se si policia referon me njëherë prokurorisë, prokuroria regjistron me njëherë procedimin, SPAK-u zgjohet për të bërë PR-in e radhës dhe për të dalë dhe për të kapur çfarë të kapje. Një SPAK i cili ka dështuar totalisht me kapjen e krimit organizuar që vriten fëmijët, edhe gratë e botës këtu, edhe kemi ngjarje terroriste, edhe ai i procedon sikur janë ngjarje të zakonshme. Ky është fakt. Dhe jo këto që bëjnë këta alibin e këtyre që u zgjua gjithë policia e shtetit dhe procedoka të gjithë për te Parti Socialiste. Si ka mundësi kjo gjë të ndodhi në këtë vend? Po si do shkojmë në Bashkimin Evropian se do Edi Rama dhe Partia Komuniste dhe bandat komuniste të cilët kanë marrë me parat tona bën pasanik njerëz që nuk ja vlen të marrin 1 euro? Tjetër të marrë një biznesmen i cili ka një cilësi të caktuar dhe tjetër të marrë një person i cili ka një bandë kriminale edhe është antar i bandë terroriste dhe terrorizojnë qytetarët për të votuar. Ka diferencë. Kjo ishte pamja që tregoi Flamurnoka. Pavarësisht çfarë bëri, edhe si kur të shkonte edhe me lule atje, edhe me trëndafile edhe me betalet e Partisë Socialiste, përsëri proceduar do të ishte. Po ju e mendoni do të këtë fakt që një gjova unë nuk e dija është e vërtet. Gjingjoni u procedua sepse ka kërku votën të një qytetar, policia e partisë e ka bërë. Kemi ikur nga ajo dhe unë i qëndroj asaj çfarë kam thënë tek ju. Personalisht nuk kam përfitim a do fitoj PD-ja apo PS-ja, nuk më intereson fare, se unë avokat jam edhe do mbetem avokat. Po e rëndësishme është kjo. Ju kam thënë ju këtu, jemi në Kushtetutën e 1976 ku prokurori bënte gjithçka. Dhe sot u provua qartazi që policia e shtetit dhe prokuroria bën atë çfarë ishte bërë në atë kohë. Sot është provuar qartazi, nuk flas për fitore, këto nuk më intereson. Po është provuar qartazi që Partia Socialiste edhe me SPAK-un në këmbë që i thoshte me PR-in, e kemi komentu besoj, më t'ja kujtojmë popull, se 3 ditë i harrojnë pas e thënë se tha ky. I kemi thonë që ka bërë PR duke njoftuar që po shkoj vizit në Fier, në Lushnjë, në Vlorë, në Këtej dhe çuditërisht ka arrestuar gjithë të PD-s, edhe gjithë të opozitës. Shkoi në Shkodër duke arrestuar kryetar të PSD-s, ndërkohë që pushtetin e ka Partia Socialiste. Edhe për PSD-n që ka dalë hapur kundër koalicionit me PD-n. Pa nuk do të duhet që Flamurnoka të ndishte rrugën ligjore, të lajmëronte policinë, pse jo dhe strukturat e posaçme për të bërë verifikimet e duhura. Po aty duhet t'i tregoj qartazi organizatave ndërkombëtare që edhe ata vetë besojnë, ti tregoj qartazi se si bëhet vjedhja, si bën këto veprime, të cilët nuk janë veprime sipas ligjit. Ç'a të bëje Flamurnoka, të marrë një A4 edhe një stilolaps? Ja nuk ka bëj stilolapsi. Ja mirë ka bëj stilolapsi, ja çon me post. Po postieri që është komunist, si ja çon SPAK-u, si do ta gjejmë ne që ka shku kallëzim te SPAK-u? Ç'a do marrim Altin Dumanin telefon, Altin do thotë çfarë? Procedohesh penalisht, pse? Pse më morën telefon. Po çfarë kërkoni ju tani? Kërkoni të zbatohet ligji ku Klepa 2 i kanë bërë lavazh Parti Socialiste edhe kanë arrestuar Jon Velin për të dhënë hapësirë Edi Ramës? Pa e kuptoni ku jemi. Populli nuk e beson këtë gjë, po kur do t'i vi fatura dhe jam i bindur tani plotësisht për këtë gjë. Kur t'i vi fatura, atëherë mos të qahet tek avokatët, tek njerëzit na thënë çka na ka gjetur prona ime, pronën do ta marri Fadroma, edhe kur shkosh te avokati mos u qa, mos shko fare në gjykat. Lere, gjykata është akt notarial. Ju tani po mori ky pushtetin, dihet që shtëpinë tuaj edhe me tapita kesh, edhe pallata kesh, ai do prish gjithë pallatet e vjetra do të lejë jashtë ata në shtëpisë të do thot, tani unë vendos për jetën tënde.
po këtë do t'ja bëj të gjithëve, nuk do pyesja ai i majt apo i djathtë. Dhe fatura ekonomike që do të na vinë si popull do jetë kaq shumë e rëndë se sa kur shkojmë në Bashkimin Evropian, po shkuam se sovjetik jemi, po shkuam aty ku kishe 5 shtëpia do kesh 2 shtëpia dhe aty ku ke 2 shtëpia do kesh 0 shtëpia. Mbajen me dhe shënoj të lutem këtë me shumë kujdes që të mbeten këto gjë se mos harrohen nesër pas nesër. Ndërkohë në Tiranë është kapur një grup i caktuar në një zyrë private të Partisë Socialiste që duket se ishin mbledhur si grup patronazhist dhe kishin lista të votuesve. Midis tyre edhe Erion Braçe është gjendur në këtë zyrë. Ju si e keni parë gjithë të përplasje dhe këtë kaos që krijua mbrëmjen e sotme dhe duket se t'jep përshtypjen e një etape tjetër ose të një kohe tjetër dhe jo të vitit 2025 që zgjedhjet do duhet të ishin krejt normale. Unë mendoj se për Partinë Socialiste është jeta vdekje ky mandat të cili këta duan ta marrin me çdo qëllim, pra me çdo mundësi, sepse duan të heqin prova, të zhdukin çdo gjë të mundshëm që të dëmtoj ata. Dihet që këta në rast se do të marrin pushtetin do të bëj alibit më të mëdha të cilët ju nuk do t'i keni parë kurrë dhe arroganca që e tregon qartësi një deputet i parlamentit i cili për mendimin tim dyshoj që do zgjidhet deputet, por gjithsesi kjo mbetet për të parë, tregon qartësi që Partia Socialiste dhe mënyra se si ka eksponentët e saj nuk janë politikan. Edhe unë këtë e vërtetova jo se u bë konflikti, po ata nuk janë politikan. Pra unë mendoj se ata janë antar me të vërtet bandave. Dhe jam i bindur për këtë që ata që kanë bandit. Se një politikan nuk mundet në një arrogancë të tillë të sillet ndaj një gazetare, ndaj medias, ndaj qytetarëve të thjeshtë dhe të bëj konflikt duke thënë që është zyra ime. Është zyra jote, po, vendos figurën tënde, vendos flamurin e Partisë Socialiste dhe pse ti duhet zyrën ta kesh pa shenja dalluese të partisë politike. Pse ku je ti? Po je në grup kriminal i cili po bën ai organizat dhe përveç kësaj, fakti tjetër është më i rëndë, leje zyrën. Hajde se për 60 ditë ai do thotë do ta deklaroj se pushtetin e ka, mund të bëj manipulime çfarë do qefi. Mbaroj, kjo nuk ka rëndësi. Po ajo tjetra që ishin gjithë ato zyrtar të shtetit që paguhen me taksat tona, qylgjit, qenat e administratës që për bukën e gojës. Ato, jo për bukën e gojës, pra ato duhet të flakën të gjithë nga administrata publike, se janë ata që kanë marrë në qafë vllaj me vllajin duke vrarë për pronën. Ato figura janë që kanë bërë këtë gjë. Ata në këtë komb, që vrite vllaj me vllaj për pronë, sepse ata marrin korrupsion. Ky është fakt konkret. Çfarë duhet i bëjmë ne këtij fakti? Prandaj arroganca është e tëra brenda asaj partie. Ajo parti, për mendimin tim, do shuhet, po shurja e asaj partisë do vi pas një kohë të gjatë sepse është pak vështirë. Po shuarja e asaj partisë do të vijë në mënyrë më kardinale dhe uroj të jemi këtu dhe do të shikohet se si ajo parti do të shuhet, sepse goditja që është bërë Partisë Demokratike, konkurenca e brendshme në Partisë Demokratike është ndryshe nga Partia Socialiste, që në Partinë Socialiste Erion Velin e futën në burg, po nuk ka njeri që t'i dali përballë Edi Ramës. S'ka. Kur nuk ka konkurrencë brenda partisë, ka vdekje partisë. Nuk është studim, është logjik popullore. Dhe prandaj e them, arroganca do ju vi me arrogancë. Dhe mbajeni mend që ata të cilët sillen me paratë e taksapaguesve shqiptar në mënyrë abuzive, do vi momenti që do merren mbrapsht një ditë. Dhe jam i bindur për këtë gjë. Edhe unë do them edhe çka tjetër, akoma më e rëndë se kja. Dëgjoj pak më vëmendje këtë dhe po ta them sinqerisht. Zotri, kush ka punuar në administratën publike është vendos një ligj që kur ka shkelje të rënda do t'i paguash nga xhepi ti që punon në administratën publike. Ta ka bërë partia jote që çmangi përgjegjësinë, thot vulose ti, firmose ti, po ti do pagush lek. E dini ju këtë? Ekziston tani e tutje, vetë Partia Socialiste ja ka bërë këtyre që shkën vdesin për më mbledh votat e Partisë Socialiste. Aty e keni ligjin. Kush do të dëmtoj interesat e shtetit, nuk do të pagoj partia politike, po të pagojnë këta që mbledhin vota për një subjekt i cili është kapur në flagrancë duke vjedhur. Kjo është Partia Socialiste.